Strategjia e Greqisë për shfrytëzimin e infrastrukturës ekzistuese të gazit natyror në rajonin e Europës juglindore në rrjedh të kundërt është në rrugën e dur për t'u zbatuar. Gazi do të rrjedhë nga jugu në veri në mënyrë që të mundësohet diversifikimi i burimeve në vendet e rajonit dhe jo nga veriu në jug, siç ishte planifikuar shumë dekada më parë për transportin e burimeve ruse. Nëpërmjet ashtu quajturit korridor vertikal, gazi natyror nga terminalet greke në Revithusa dhe Aleksandropoli do të hyjë në Bullgari dhe prandaj do të vazhdojë në Rumani për të arritur në Hungari dhe Slovaki në perëndim, si dhe në Moldavi dhe Ukrainë në lindje. Me përfundimin e projektit, rreth 20 deri 25 miliard metër kub gaz do të transportohen përmes këtij aksi çdo vit nga jugu në veri. Kjo do ta bëjë Greqinë një lojtare kryesore në arritjen e pavarësisë energjetike të rajonit nga Rusia, duke përmirësuar njëkohësisht rolin e saj gjeopolitik në raport me Turqinë. Hapi i parë i konsiderueshëm në zbatimin e strategjisë së korridorit vertikal të gazit u ndërmor në Kresna të Bullgarisë me inaugurimin zyrtar të ndërtimit të një dege të madhe të rrjetit bullgar. Ky projekt shpritet të përfundojë brenda tremujorit të parë të vitit 2026 dhe lidhet me zgjerimin e kapacitetit nga Greqia në Bullgari dhe nga Bullgaria në Rumani. Funksionimi i këtij korridori do të ofrojë mundësinë e transportimit të sasive në rritje të gazit natyror nga jugu në veri. Një zhvillim i dytë i rëndësishëm në drejtim të zbatimit të këtij projekti gjeostrategjik është marrëveshja e 9 operatorëve që promovojnë projektin për tarifa uniforme tranziti. Operatorët e Ukrainës, Moldavisë, Rumanisë, Bullgarisë dhe Greqisë mbajtën ankandin e parë për të rezervuar 31 gigavator në ditë kapacitet me dërgesë nga Athina në Kiev në qershor me një çmim të vetëm tranziti.